vete që pak dirë. Rrugët e në të sën hapur. U hapër nën, ka njëherë i doli. Aje ka lejnë në gjepë edhe për në mes të natës. Sot duhet gjej punë pa tjetër nën. Ilaqet e tua mbetën pa u marrë. E bozjeta punë. Të kërkoj. Mos kërko borgjë, birë. Borgjë të hanë shpirtin me keq të smundja. Kjo ka mbetur. Shite. Jo, jo. E ke ruajtur deri më sot. Se ka vajtur ora. Do edhe 5 minuta të shkoj 6. Lal! Duardert! Kontrolloj. Hajde, largo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do të blesh gjë? Po. Do ta shesësh, Do ta shohim. Duket pa e vjetër. Që modi që ndisin gjëra të tilla çupat para se të bëheshin use. Ja, dhe gjylmyshi Persis. Sa ujra kanë rjedhur që atëre. Sa teme është? E mbaj mend në tënde. Me që është e sa teme, po e blej.
Jam i mirë. Gati, visaj, preka vismi. Viterin, urdoni, kukurec. Urdoni, viterin, hajde, kukurec, që deshe. Urdoni, kukurec në grotë të taze. Si vite të mira. Unaza karfica të mira, postira, unaza karfica të mira, unaza karfica. Po të shtajta kemi soqe, shumë të shtajta këto kanistrat. Gjaketa patu për të shitur, gjaketa patu Sa e mbangë të? 12 frënga. Ti jap nëmë. Jo, 12 frënga. Gjaketa patu. E Nebi, ako mos që ka rrullon pun? Jo, Si u bënën? së morash. I bëjt falë dhe që ofshin shkuara. Faleminderit. Zoti Giuseppe, në emër të popullit dënosh me vdekje. Gaqo, kur mund të rregullohet defekti? Ti puno deri vonë. Mirë. Mos ik pa mbaruar. Në shtëpi do të përcjelli milici. Ta marr djalli, ta marr. Na arrestuan dhe një gazetashitës. Gazetashitës? Njohun një. Është djali mirë dhe nevojtar. Ka një nën plak. Mund ta përdorësh edhe si hamall. Është i papun. Papun? Nese, ti e një. E njoh dhe bëm garant për të. Do t'ja di shumë për faleminderit. Mirë, si dhe që nesër. Po kujdes klishet. Dhe fotografi e zotit Giuseppe që na e vran dje, të dale pastërt. Natën e mirë. Natën e mirë. Nebi, Që është, Gaqo? kam gjetur punë. Punë? Hajde. Ika. Po ti more, ku shkon? Ai s'është ndaluar. Si? Është ndaluar thon, ha shqipti apo jo? Qemi ne që rrim këtu, u i gardh jemi. Po unë jam punëtor i shipshkronjës. Po aq më bën, a ke fletyrje? Jo. Mbati. Hajt. Si orët jam bath?
Po unë kam punuar më gjëra natën vonë këtu. Lipsë orë thonë mos e zgjat. Mbrëm ishte mbrëm, kurse sot është sot. Edhe ndryshon puna. Lere, se shtrini. Shiko punën tjetër, s'pyeti njëri ty. Prit ka që se po lajmëroj sot Nilo. Lere. Tani do të pajis me fletyri. Prit pak. Është urdhër i Ministrisë Punëve të Brendshme. Pa fletyri asnjë nuk mund të hynë apo të dalë nga shtypshkoja. Ka ndodhur gjëra të tmerrshme. Çfarë ka ndodhur? Komunistët jo vetëm që kanë vjellë materiale për shtyp fletushkat e tyre, por po shfrytëzojnë edhe shtypshkojat. Si është e mundur? Po. Kështu ka ndodhur në shtypshkojën time. Si edhe këtu? Po, edhe këtu. Mbaje me kujdes. Po para të që biseduam më. Para djalin. Gazeta Shitës. Aha. Si e kishte emrin? Nebis Surrelli. Një aeroplan mbajtëse tipit Lexington u fundos në oqeanin paqësor. Roprit rus me dhimbrit egër. Roprit rus, hajde gazeta me lajme të çuditshme. Hajde gazeta. Hajde gazeta me lajme të çuditshme. Lexingtonin në fund të detit. Gazeta me lajme të çuditshme. Urdhroni. Hajde gazeta Lexingtonin në fund të detit. Urdhroni gazetën me lajme të reja. Lexingtonin në fund të detit. Urdhroni gazetën me lajme të reja. Lexingtonin në fund të detit. Roprit rus në mes dimrit. Urdhroni gazeta me lajme të reja të çuditshme. Një aeroplan mbajtëse tipit Lexington. Urdhroni gazetën. Hajde gazeta. Urdhroni. Gazeta me lajme të reja, urdhroni gazetën. Gazeta me lajme të reja, roprit rus të dhimbrit egër. Urdhroni gazetën. Hajde të spijet mira, gjyzlyt të mira, të zërgjellit mira. Hajde të spijet mira, gjyzlyt të mira. Hajde të mëll. Atëri mos të nditet qefi mos të prishe. Një siklet ke moj motor. Fatin e këtë mirë. Mere se përradheshes. Edhe unë përham. Detit Lexington në fund të detit. Lexingtoni, gazeta me lajme të reja, Lexingtoni, vini gazetën të mori me lajme të reja. Lutri me boj, more, lutri me boj. Hajde me boj. Lexingtoni në fund të detit. Roprit rus nuk kanë shtanë. Petula të nxehta, petula të ngrohta, petula! Leo një petull të hapet seri. Po të bleshti një gazetë, bleu një petull. Po shtatua gazetën, unë i mësova lajmet e ditës nga thirit e tua. Një shkoni pytë, roprit rusën e ti që s'bledov një petull. Ja lajmet e ditës. Petula! Petula të nxehta! Djallë, dëgjona po jo, në më namo një gazetë. Më falë, nuk e kisha më. Sita të mira. Lufta dhe halje kanë zjerë pazar. Gazeta të mërë me lajme të reja. Lufta dhe halje kanë zjerë pazar. Roprit rus nuk kanë shtanë. Që bëjnë rusë? Ala triqen. Mbajnë. Salla, hapu. Puna mbar usta Mihali. E sa ardhe ne bi? Ma jep një misërnike? Mirë. Të gjem një të ngrotë, një të mirë. Po, ja. Dhe po që ngush me lek, mi jep një tjetër. Jo, të falemderit. Tani punoj, shes gazeta. Ditën e mirë. Mirë arshë ne bi.
Zoti Doger, vetëm këto gjeta. Ishe I sigurt për këto. Vazhdo kontrollin. Zotni. Nesër, djalosh, nesër. Sot nuk shesim. Më dërgoj ustaj për tabelën. Ah. Mirë. Bukur. E mbes? Bukur, e? Më pëlqen shumë. Mirë, më ndihmon ta vendosim. Semi, sill çekanin edhe goshtën. Si duket, Semi? Dhe libraria Argus do ta kishte zili një tabelë të tillë. Zbrit djalosh. Daj, ku ta vendosim këtë? Ja vendos atje. Në librarin ton do të gjeni Kompania e Bretkosave, një klithëm në mesnat, 4 katrorët rreth I kuq. Së shpejti do të dalin në shitje romane trënqetës të dashurisë së zjarrt. Ura e pshërëtimave, bie mallkume, një dashuri tragjike. Shpejtoni të abonoheni. Abonimet mbarojnë brenda muajit gusht. Bukur mbes, që tani e shoh se si do të dynden mështeritë. Po ju them një sekret. Mos I lexoni këto libra. Nuk ju vlen. Semi, po mi largon mështeritë pa ardhur mirë akoma. E që mishteri mund t'jem o zoti Alim. 3 leks maras për 2 ditë. Po. Kafshati s'ka përdihet është tërvlla mjerimi. Kështu e thot Migjeni. Por ta themi midis nesh. Ime mbes ka të drejtë. Ato libra nuk duhen lexuar. Te po. Merë, ta kam falë. Unë do të bëjmë mësuse. Ty të pëlqen të bësh mësus? Nuk e di. Para 3 muajsh më vdiq babai dhe unë e la shkollën. Më duhet të mbaj shtëpinë. Mbaruan dhe pushimet. Nesër nisen. Më pëlqen qyteti juaj. Daju a thot se është I bukur dhe në dimër. S'part shumë bukur nga Dëbora. Fëmijë të rëshqasin të gëzuar. Sa qef kam të rëshqas edhe unë. Librashit si çube. Nuk e zon dot. Si u glive, mirë? Mirë, kësi. Do bësh një punë. Çfarë? Do shkosh deri tek te me Qigjiu. Zjaja e një? E një. Duhet kujdes.
Lidhe marrë dërdimen. Lidhe se nuk je për këtë pundi. Hajt, hec! Puna mbarë, usta. Marë paq. Që urdhëroni? Gati o të qonë të falen. Dhe më porosit të cilë këto. Faleminderit, morbir. Nuk më the, si t'u bën nëna? Më mirë është. Po mësërin në kam bullu pak. Jo, të falemderit. Mu bevon për gazetat. Njerë tjetër. Mi, si të duash. Ditën e mirë. Ditën e mirë dhe mirarç. Ndalohet të shetisin ose të qarkulloj me tepër se 5 veta. Falemderit. Urdhroni gazetën. Gazeta do morri me lajme të reja, me lajme të çuditshme. Ndalohet të shetisin ose të qarkulloj me tepër se 5 persona. Urdhroni gazetën do morri me lajme të reja. Falemderit. Gazeta. Një gazetë. Gazeta. Gazeta. Ndalohet të shetisin ose të qarkullojnë me tepër se 5 veta. Hajde gazeta. 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 Hajde gazeta. Ndalohet të shetisin ose të qarkullojnë me tepër se 5 veta. Gazeta. Urdhroni, urdhroni. Hajde gazeta të mori me lajme. Ju mund të shkoj shumë uniforme milicit. Atëherë nesër ju presin këtë dyqani nga një heri. Mirë. Urdhroni gazetën. Hajde gazeta të mori. Lini gazetën të mori, lexoni gazetën të mori me lajme të çuditshme. Urdhroni gazetën zotëri, urdhroni. Hajde gazeta, urdhroni gazetën, gazeta. Zojush, lini gazetën të mori me lajme të çuditshme. Urdhroni. Faleminderit. Ha, shitet gjë? Falo gazet, nuk shitet. Shtu i shishni gazetat ju? Nuk i duan zotëri. Nuk i duan apo ju nuk i luani këmbët? Nuk i duan. Hajde, lëvizi! Ec karrocier. Hitleri do takohet me Duçen. Hitleri do takohet me Duçen. Hitleri do takohet me Duçen. Hajde gazeta. Hitleri do takohet me Duçen. Hitleri do takohet me Duçen. Gazeta do mori me lajme të reja, Hitleri do takohet me Duçen. Shëroni gazetën do mori me lajme të reja, Hitleri do takohet me Duçen. Gazeta. Hitleri do takohet me Duçen. Lini gazetën do mori me lajme të reja, Hitleri do takohet me Duçen. Nuk të shoh, Urdhroni gazetën me lajme të reja, Hitleri do takohet me Duçen. Gazeta do mori. Shëroni një gazetë. Urdhroni gazetën. Urdhroni. Hitleri do takohet me Duçen. Urdhroni. Hitleri do takohet me Duçen. Hitleri do takohet me Duçen. Gazeta. Urdhroni. Hitleri do takohet me Duçen. Urdhroni. Hitleri do takohet me Duçen. Urdhroni. Urdhroni gazetën. Qenë ka goxha djalë. Gjuna që merret me i pun ka i të rëndomt. Apo jo, zoti Zylfi? Ashtu është. Zotërinj, ju lutem paguani. Nxitoj. Dale, dale, mos u ngut. Begenisim ne të merrem me zotërin tënde, e s'begenis ke ti. Ngutem zotëri. Dua të shes gazetat. Ne duam që ti të bësh një punë nga e cila mund të nxjerrësh fitime shumë të mëdha. Apo jo, zoti Estref? Ty mund të shkojsh shumë më mirë uniforma e milicisë. Qi do këto leckat e qelbura. Nëse doni të talleni, gjeni një tjetër. Kthemni gazetën. Si ku thon ti? Ke shkrepse? Jo. Kohë e keqe, zot. Nuk më mban fare. Faleminderit. Po ti pse s'pas ke dalë në punë sot?
s'kam vajtur se ka një javë që më kanë pushuar. Përse? Unë ngatërrova me 2 zotëni. Ta dija që ishin miq pronarët gazetës, nuk do isha zënë. Pandeja se të kam pushuar për ndonjë punë tjetër. Për çfarë? S'pas ke marrë vesh jetë? Jo. Janë shpërndar trakte kundër fashizmit. Këmishëzit janë tërbuar. Janë bërë shumë arrestime në masë, në mes tyre dhe Gazeta Shitës. Gazeta Shitës? Po. Pse? Siç duket dyshojnë dhe tek ata. Mirëmëngjes. Hajde Nebi, hajde. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ulu. Sill na drakin. Mirë. Na kisha ruar fare. Po kështu bëni ju, sa gjeni një punë dhe i thoni si këter fukaradhekut. Mjaft, ore Jorgo, mjaft se e bërë më keq se ato gratë llafazane. Kujt i thon mjaft më? Tyre të them, edhe mbyllë gojen. Ne ta kemi nevojën se na jep ndonjëherë ndonjë kafe veresie. Po edhe ti ama na ke shumë nevojë. Njerëzit kur s'kan që të bëjnë, sherë duan. S'kam të paguaj. Sot të gjithë kam pirë dhe s'kam paguar. Atëherë shënojnë defter. S'besoj ta ke shequr emrin tim. Defteri im është më i madh se defteri i bashkisë. More birë, fukarallëku këto ka, i dhërim edhe vuajtje. Nuk e vetëm ti që vuan, ja. Vuajmë për mend. Po, ashtu është. Fol ti bre vlla, fol. Sa më shumë që heshtim, aq më shumë vuajmë. Në traktin që lexova, thuhet se ç'duhet bëjmë. E more zan, fuaj shkretën. Atje vëllezër thuhet se vetëm gryka e pushkës i lan hesapet me ata që na pin gjakun. Trakte kam lexuar edhe unë. Zani ka të drejtë. Ju lutem shumë mos bëni politik në kafenen time, ju lutem shumë. Kam fëmijë, do të më merrem i qafë. Jashtë kafenes time bëni që doni, po këtu jo. Më mirë pa punë se sa na psan. Hajde. Oh, urdhroni. Urdhroni, ju lutem. Ulluni. Zëshironi. 2 raki. Raki? 2? Po. Si urdhon? Janë mësuar me mizerin. Thonë se mizerabiliteti pas ka një farë kënaqësie. Ka kënaqësinë të poshtroj, të të ofendoj. Shiko çfarë tipje je atje. Ore, spurdhjak. Ç'ke që shikon ashtu? Apo s'të pëlqejnë këto surrate tona? Falni zotri, nuk e kisha me juve. Unë zotri? Ti, qa do ish me mua? Unë? Jo di more e tjetër. Kush unë? Po ti, eja. Po unë nuk kam bërgje. Përse më arrestoni? Shke me të arë, kapten. Lërë ratë se ka alët të tia. Shko, rej qazo. Shko me të mirë. Lërë në punën tonë. Daleni bre vlezër, s'kam që bej ka murdër. Po më kuptoni bre, unë vetë murdi zbatoj, atje s'jarojmë këtë punë. Për jashta. Për jashta! Për jashta! Nuk është vend për ju këtu. Mos e shty ashtu o qazo. Ty po them o qazim lala. Mos e shty ashtu se është vllau yt. Përbes më na prishet gjaku. Çdo ditë po arrestoj. Ç'të ketë bërë në billë? Të ketë vjedhur? E di janë, për ty po flasin. Nuk kam vjedhur kurrë në jetën time. Për këtë më arrestoni. Mbyll e gajnë.
Dje janë shpërndar ku do trakte, në për familje, në rrugë dhe në disa zyra. Si? Edhe në ushtri? Jo. Për këtë nuk më kanë raportuar. Pa tjetër që e kuptoj. Kam arrestuar të gjithë gazeta shqiptësit. Si urdhëron? Për rezultate do t'ju njoftoj urgjentisht. Mirupafshim. Hyni. I sodëm, zoti kuestor. Futi brenda. Si urdhon. Hyni. Hajde, hajde. Ti. Në Bisurreli, zoti kuestor. Ç'punë bën? Çdo punë. Po sikur unë t'jabi cop letre të them. Lexoji, ndaje dhe mos ja dorëzo armikut. Do ta bësh? Po, kjo punë nuk t'je buk, zoti kuestor. Po dje ç'punë ke bër? Dje? Dje par dje, tjetër par dje. Asgjë, zoti, asnjë punë. Si, nuk e shpërndar gazeta dje? Jo, ka një javë që janë pushuar. Alo, mi jep një shqipshkonjën. Jeni ju, zotilo? Po, kuestori jam. Kam këtu një farë në Bisurreli, shitësi gazetës suaj. Si? Është pushuar nga ju që para një jave për çarsye? Ky qenka. Ju thash, zoti kuestor, jam i pafajshëm. Jo krejt. Pse? Gazeta s'ke shit, por trakte ke ndarë. Jo. Do ta shoh. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Nebi, mirë mbrëma. Më ke dhënë buk nga herë. E di se sa bosh të kam. Më jep edhe sot. Një ditë do t'i laj t'i gjitha. Ti s'ke më besim të kun. Kam, Nebi, kam. Po kur do vi ajo ditë se? Kjo e t'ja nga ndyrë. E ndyrë, more djallë, është e ndyrë. Po afro. Tregtari mjellit do parandor nga unë. Bile da shumë, nuk më beson më. Ku do pa siguri. Sa po del në rrugë të arestojnë, shiko më si të kanë berë. Kurse Ali Maliqi, çdo ditë vedhjam. Dikur kishe një dyqan të vogël, kurse sot i ka dengt magazinat. Se qyshet e kivuri ajo dijet, e ka grur me italianët. Prandaj edhe unë që të mund të roj, duhet të mos kem me besim të këti. Po kjo është pa drejtësi. Kjo është e poshtër. Unë nuk kam si tjetoj, nuk kam ku të siguroj kafshat në gojës. Mos të nxe. Mos më rëzjar. Ti kërkon të di shumë, dhe duhet të dish. Më prit pak. Prit. Mere. Dhe mos rri duart kryq. Ç'të bëj? Hap syt, si gjithë tjerët. Natën e mirë. Natën e mirë. Nebi, po ngele përsëri ngush duku. Kurse pombat i mushni me benzin. Sa po të marroni punë, do dilni partizan. Kujdes armët.
Armët e kemi fshehur më mirë se sa benzina. Mirupafshim. Mirupafshim. Kaporale! Zoti kaporale! Voja gjint. Eni! Filloni shpejt se jemi vonë. E po tani na lajmëruan. Si do qoftë, sonde duhet marroni patjetër. Nesër zoti Marke do zyrën të pastërt. Mos u bëni merak. Unë punoj shpejt dhe mirë. Ku shkon? Pregatis boja. Më shpejt, Jeman, më shpejt. Me pomë, kur keni nërmend të filloni? Ja sa të marrë dora e parë. Arif, pregatit bojnë e vajt për dritarin. Si urdon. Lagi shpejt dhomën me benzin. Ti më gjitu lart e katin e sipër, unë po bëj roje poshtë. Gazeta të mori, me lajme të reja, dini gazeta të mori, Nevi! Ka gjaja. Na duhen dy punëtor të fortë të shpejt, duhet të ngarkojnë kamionin. I ngarkoj unë. Vetë vonohesh. Malli që është e ti duhet largohesh sa më parë. Merr dy shok. Kolën edhe Lamen dhe nisën në njëherë të magazina Farukut. Mirë. Kol, Lame, hajde.
Filloni ngarkoni këto arka. Shpejt. Hajde luani duar, Dembela, zoti ka një pret malë. S'ka me, arka e fundit. I lumë që duar t'jem. E vi, ja dhe haku që takon. Pason, nisu! Ishin të randa plumbë. Kishin armë branda. Armë? Nga e diti? I pash. I thuaj gaqës, po të ketë nevoj her tjetër për ne, jemi gati. Dhe gjo këtu, unë vërtet jam ngushtë. Pa për asë tilla s'ka marrë kur para. Gaqo! Gaqo! E ne bi, qka në ullu? Asgje, asgje. Puna shkoj mirë. E di. Po përse më kërkove? Solla para. Mos janë pak? Jo, kur s'kemi para kaq shumë. Po atëherë? Po. As shokët dhe as unë nuk i pranojmë këto. Pse? Leti mbeten lëvizjes. Pas kanë marrë seriozisht që gjithë një me buj. Prova tecniche, prova tecniche, prova tecniche.
shesh kam shumë fëmijë dhe ushtarak italian. Ndërsa popull, pak. Fare pak. Si e spjegoni ju këtë? Ekselencë, lajmërimet janë bërë në rregull, me radio, me gazetë, me një fjalë janë përdorur të gjitha mjetet duke përfshirë edhe flet volantet që hodhi aeroplani. Nga ana tjetër i kam dhënë urdhër policisë që të mbyll pazarin dhe të gjithë tregtarët të vinë në miting. Zoti prefekt, mua më duhet rezultati dhe jo gjepurat. Kjo është një sfidë e madhe që na bëhet ne, dhe tërë përgjegjësia bie mbi mua, mbi ty, mbi ty, mbi ty, mbi të gjithë ne. Me qëra fjala. E keni lexuar? Është një nga ato fletushkat që komunistët kanë filluar të hedhin gjithnjëhem shumë këto kohë të fundit. Duke lexuar këtë, mund të nxjerrësh një konkluzion të qartë për mungesën e popullit në miting. Ekselencë, megjithatë nuk e kam humbur shpresën. Ora akoma nuk ka vajtur nënd. Populli me siguri do të vi. Turma e popullit po vjen drejt sheshit. Merren masa më njëherë.
dhe motra, kujtoni historinë e Skënderbeut, lamurin ton krenat, luftën e Vlorës. Asnjëherë populli shqiptar nuk është nënshtruar zaptuesit të huaj. A e dëgjoni se shton tradhtarët Terlika me shok? Fascizmi! Populli shqiptar edhe në kaluarën ka vuajtur, po kur nuk është nënshtruar të huaj. Si gjithnjë dhe sot ai është përleshur dhe do të përleshet. Ai është mësuar të jetojë i lirë. Sa edhe jetën e jep për lirinë. Partia Komuniste Shqiptare është ajo parti që me sakrifisa dhe mundime, me vullnet dhe vetmohim, po udhëheq popullin drejt fitores së sigurt, drejt lirisë. Partia Komuniste Shqiptare do të sjellë pranverën, sepse ajo është parti e bijve dhe bijave të popullit, që vdes dhe nuk të shtrojë, që vdes për lirinë. Të thirren për forcimet. Ku është ai shoku i plagosur? Ç'prodhi s'kishtu more nebi. Çdo i plagosurin në kafenen time. Zani më tha që ti marrim që këtu, distrahojmë tjetër. Zani. Po i muar. Edhe vajzat i muar, të dyja vajzat i muar. Kush milicët? Jo bre, shokët e tyre. I ka atëre. Na dale prit. Mos i plagosur gjë? Jo, mbajta një në krah. E dalë të pastroj. Jo se nuk kam kohë. Ulu se po të pan kështu të mori treqi. S'ke ku vete po ulu more këtu të thonë, ulu këtu, ulu këtu. Ulu. Tani do bëjnë arrestime. Po erë xhandarët, do t'ju them se s'ke dal fare nga kafenea. Po kështu do thosh edhe për mua. Njeriu qenë ka i çuditshëm. Kam parë shumë gjëra të ndaluara unë, po as njeriu nuk ja kam hapur gojën. S'dua të ngatrohem bre nebi. E kupton apo jo? Edhe sot s'desha të ngatrohesha. Po s'munda. Jemi allegjin. Por ama ju fjalimi ati Mustafait, nuk kahet. Tu! Aleja! Me i lumë talimit, sa bukur foli. Kur filloi demonstrata, lashe djalin në dyqan. Dhe thash të dalë shikoj se ç'bëhet një randej. Po me të filluar të shtanë edhe pushkve dhe drejt e këtu. Kur se shikoj, kafenea që e bërë spital. Të them të drejtën u tremba shumë, veç se më vinte keq për ata. Po ishin të rinë bre nebi.
Shumë të ri. Shumë të ri. Shumë të ri. Tani që erdhe ti, të them të drejtën si kur u qetësova. Hajde të gëzuar. Ti e kupton, Ebi? E kupton apo jo? Futeni brenda. Ebi, e di shpinë zjajt? Po. Shpirin aty. Meri jeri, ashtë. Hajde, meri. Mua më duhet dalë të kësesh. Ka shumë shok të plagosur aty. E pra, spret, pse habitesh? Hajde ta nxjerrim që ma tanë. Shpejt, karabinierët, shpirin ande. Dilin nga kopshti. Urdhroni. Dëshironi gjë? Në një kafe, në një qaja. Ikën. Nisur. Fshihuni shpejt, përballë vjen një patrull. Eja, futeni këtu. Dal! Hajde, Bir, hajde. Futen qilar. Jo, nën, do të shpje gjetkë. Edhe këtu mirë do t'jetë o Bir. Ka humur gjak, do t'a qoj atje ku më thanë. Atje do t'ketë një doktor. Hajde një këtej, se rrugës ka rreziqe. Eja një pas me. O durije! Hajde këtu. Sile këtu. Kujdes. Bajba? Nxirreni nga Aliu. Korba. Dilni se s'ka njeri. Bëj durim, edhe pak arritëm. Kush është? Hape, ne biv jam. Është keq, ka humur gjak. Doktor, ka humbur shumë gjak. Ta shohem tani.